Kemi disa raste të ndryshme që na ndodhin në përditshmërinë tonë. Rasti i rrëzimit të ndonjë fëmie me kokë, rastet kur thyem ndonjë ekstremitet, rastet kur na bie të fikt që i hiperbolizojmë, i zmadhojmë sepse ndoshta edhe nuk dim si të veprojmë, ose sulmi në zemër. Si duhet qytetarët të veprojnë në këto raste ende pa ardhur ndihma e parë? Ose çfarë duhet bëjmë? Po ndalem fillimisht te fjala vjen te lëndimet e kokës, lëndimet në kokë, qoftë fëmijë, qoftë të rritur. Sigurisht që çdo lëndim në kokë, sidomos ato që vijnë si rezultat i rrëzimit nga lartësia ose që vijnë si rezultat i goditjes së ndonjë mjete të topitur ose të mpret, ose gjithë ato duhet të paraqiten në repartin e emergjencës për vlerësim. Mirë, po njerëzit e thjesht duhet të dinë disa simptoma të cilat vijnë si rezultat i lëndimeve të brendshme në kokë, e lëndimeve të trurit. Për shembull, një lëndim i kokës i cili shoqërohet me vjellje, ajo sheh që ka ndonjë gjakdera, është një proces brenda në tru. Një lëndim i kokës i cili shoqërohet me humbje të vetdijes, është sheh që ka një lëndim të brendshëm. Një lëndim i kokës i cili shoqërohet me konfuzione për shembull, ose me deficite të tjera neurologjike, është sheh se ka ndodhur diçka edhe brenda në tru. Një lëndim i kokës të një fëmie i cili shoqërohet me një të ajtur, si themi në hematom subkutane, është një shenjë indirekte që mund të ketë ndodhur frakturë apo edhe lëndim i brendshëm. Këto simptome, domethënë njerëzit nëse i shohin tek një pacient i caktuar, duhet të kenë parasysh se ka ndodhur një lëndim i kokës me pasoja të rënda me lëndime të brendshme.